Arben Ahmeta edhe ai në pozitën e zëvendës kryeministrit, I cili praktikisht u hoq qafe në thonjza nga Rama, doli dhe tha që hëngri kumbulla dhe dardh mbrapa shtëpisë time, pra kjo retorika e kryeministrit I cili nuk është në dieni të gjithë aferave korruptive që ka në dorë ministrat ose zëvendës kryeministri në këtë rast. Ndërkohë që për rastin e Veliajt kur nëse mban mend kur u arrestua, doli kërcënueshëm dhe mbajti qëndrim, si thua, përballës konfrontues me prokurorët, pavarësisht se gradualisht pastaj shkoi drejt zbutjes dhe drejt harresës, ndërkohë që gjëja e veçantë sa I përket rastit të Ballukut ka qenë kjo heshtja e tij solemne, një farë qasje kështu, si thua, as konfrontuese, po as qartazi që ka lëshuar tashmë. Dhe e vetmi arsye që mund gjejë në këtë është pikërisht frika që Edi Rama ka nga Belita Balluku, nga ky person që siç e thash pak më parë ka gjitha pushtetet dhe është e përfshirë në të gjitha mega aferat korruptive kryesore, le të themi që ka ndodhur në Shqipëri.